Ka një moment që e kam parë të përsëritet qindra herë. Nuk ka rëndësi nëse personi është sipërmarrës, mjek, futbollist, shqiptar apo që jeton jashtë. Fjalitë e para janë pothuajse gjithmonë të njëjta. Po sikur të mos jetë momenti. Po sikur të zgjidh projekte negative. Po sikur të humbas para. Dhe e kuptoj plotësisht, sepse frika nuk të vjen nga mungesa para. Frika vjen nga mungesa e sigurisë. Më kujtohet një klient që më tha, Amarildo, kam punuar për vite të tëra për të krijuar këto kurse. Nuk e kam luksin të bëj. Nuk u përpoqa ta bindja fare, nuk i thash që duhet të investosh. Bëm diçka shumë më të rëndësishme. Analizuam rrugën, krahasuam alternativat, pam çdo rrezik të mundshëm, dhe vetëm kur ai e kuptoi logjikën pas vendimit, vendosë të ecë përpara. Sot, sa herë flasim, nuk më pyet nëse duhet në të investoj. Më pyet vetëm cila është mundësia e radhës. Dhe kjo është diferenca që kam parë tek njerëzit që ndërtojnë pasuri. Ata nuk presin të shkruhet shpejta. Ata marrin informacione të duhur, ndërtojnë qartësi dhe pastaj marrin vendime. Sepse guximi nuk është mungesë e frikës. Se guximi është të veprosh pasi ke kuptuar rrezikin dhe ke ndërtuar një strategji për ta menaxhuar. Nëse ti ndjesh i bllokuar mes dëshirës për të investuar dhe frikës për të bërë hapin, po shkruaj në diell. Ndoshta të mungon vetëm qartësia që të marrësh vendimin e duhur.